jona thjesht i takon djalit, burrit, edhe nuk është e gruas, po unë konsideroj që edhe në të kaluarën, sikur të ekzistonin kushtet financiare që ekzistojnë sot, ndoshta disa prej baballarëve kishin me nda pasurinë e tyre. Mirë po, ma herët ne dim se ekzistenca elementare ka qenë pikë pyetje, sidomos në kohën kur prindrit tanë janë largu me masa të dhunshme nga regjimi jugosllavist atëhershme, nga puna ka qenë jetësore me siguru një ushqim minimal për fëmijë, se jo me nda pasurinë ndërmjet djemve dhe vajzave. Kështu që sigurisht që ka ndiku mentaliteti, sigurisht që ka ndiku zakonat, mirë po konsideroj që edhe në atë kohë, sikur t'ishin kushtet e ditës së sotme, do të kishte prej familjeve që do t'ja kishin nda pasurinë. Me përjashtim se edhe vetë në kanon shkruan që shtëpia nuk zihet nga dora e femrës. Domethënë nëse i ka vdek prindi një vajzës, ajo shtëpi është trashëgu, nëse s'ka pas vëlla, s'ka pas burra e shtëpi, është trashëgu prej kushërinjeve, kush do qoftë dikush burr që është në lidhje gjaku më i afërt, edhe jo vetë prej vajzës së shtëpisë. Këto gjurmë janë që mbeten pavarësisht sa kanë. Një bi, prindrit i kanë vdek, vëlla nuk ka pas, edhe e ka shit atë pjesë, shtëpinë e vet. Kur ma nuk ka mujtë me arë në atë vend. Ka pas kushi, ka pas kushëre, ka pas raporte shumë të shnusha, do më hanë edhe kushëret na përdorim e kanë leqit, do më hanë nuk i kanë folë kërkosh ma, vetëm se ka shqit shtëpinë e babës saj. Do më hanë edhe kushëret që kanë pas kushi, që ka mujtë muen, atë bashkë, aty pastaj është një çështje tjetër ligjore, e drejta para blerje, sigurisht duhet me ofru për shitje në kushtet e njëjta dhe me çmim të njëjtë fëmijë të parë ose të interesuarit të parë, familjarit të parë dhe jo me shku të personit që nuk e ki familjar ose nuk e ki kojshi. Edhe aty ka kushtet të caktuara. Ajo ka ofru këto, e ka ofru. Po nuk ata s'kan dashur me blej, kanë që do të na taku neve. Se na jena ose rrisin çmimin për mos me mujt me blej dikush tjetër. Jo, në këtë rast ata nuk kanë dashur me blej se nuk e kanë pa të drejtë me blej. Ajo dashur vetiu me ja kalu këtyne. Nëse ka XX raste të tilla, po që në shoqërinë tonë femna nuk e ka më vlerën e njëjtë, nuk e ka më respektin e njëjtë nëse vetëm pyet ndoshta ose vetëm diskuton rreth drejtës së pronësisë, rreth drejtës së trashëgimisë për to. Edhe sot e kësaj dite është shumë paragjykuese, nëse diskutohet në shoqërinë tonë në një temë të tillë, definitivisht është shumë paragjykuese. Ne kemi raste që e shohim tendencën e palëve në marrjen e pasurisë së kunatës, për shembull, që i ka vdek pala. Edhe sigurisht që neve na vështirësohet procedura nëse edhe një palë tjetër e vendosim në proces. Mirë po sigurisht që nëse dëshiron me zbatu drejtësinë, duhet me njoftu palën, ose duhet me njoftu palën tjetër që dëmtohet në këtë rast, që e drejta jote është kjo. Edhe ti duhet patjetër me kërku spaku nëse jo për vete, për fëmijët e tu që janë të mitur. Mirë po ne vazhdimisht në praktik shohim tendenca të tilla. Është fjala nga ana e familjarëve të cilët janë të gjinisë mashkullore.